lajm I hidhur vjen për banorin e dashur të Big Brother VIP 4, Gjestin. Sipas informacioneve që vijnë nga rrethi I tij shoqëror, një nga miqtë e tij më të ngushtë me të cilin ai është rritur, ka ndorruar jetë në mënyrë tragjike si pasojë e një aksidenti automobilistik. Gjesti, I cili ka fituar zemrat e publikut që nga fillimi I qëndrimit të tij në shtëpinë e Big Brother VIP 4, është bërë një nga personazhet më të pëlqyer dhe më të dashur të edicionit, fal pozitivitetit dhe humorit që e karakterizon. Ai ka arritur të krijojë një lidhje të veçantë me publikun, duke treguar vazhdimisht anën e tij më të mirë dhe më autentike. Aktualisht, Gjesti ndodhet brenda shtëpisë së Big Brother dhe nuk është në dijeni të kësaj ngjarjeje tragjike. Burimet pranë tij sugjerojnë se një lajm I tillë do ta prekte thellë emocionalisht dhe mund ta çonte drejt vendimit për t'u larguar përfundimisht nga programi. Aktualisht, Gjesti është ndër favoritët kryesor për të fituar Big Brother dhe do të ishte një goditje e madhe qoftë për të, por edhe për televizionin, pasi do të humbiste tej mase audiencën e tij. Stafi jon I shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes së të ndjerit në këto momente të vështira dhimbjeje. Çfarë mendimi keni ju për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni subscribe.